Pse e ftove Miri në dasmë Selin? Nuk mbaj më akuza që mund të jeme dashuruar me burr të martuar. Në prajmin e kësaj të shtune, është diskutuar dasma e Selinës me Zgimbos, që u pasua me më shumë debate, pasi Roxherti tentoi të shkatëronte festën. Miri u shpreh se beson në marrëdhënien e tyre, ndërsa opinionisti Arber Hajdari pyeti Selinën se pse e ftoi Miri në dasmë kur ka marrëdhënie jo të mirë me të. Selina, nga ana tjetër, tha se nuk do të mbaj më akuza të qelbura që mund të jeme dashuruar me një burr të martuar. Nuk dal nga ky prajm pa u sqaruar që nuk kam pasur ndonjëherë pëlqim për burra të martuar. Nuk kam ardhur këtu për të shkelur dy. Arber: nuk kishe pse të ftoje Mirin, ndaç merre si këshilla sugjerim, ke filluar të reagosh me arrogancë, ke 30 minuta që nuk la njeri të flas. Selin: kërkoj ndjes për fjalën ndaj Juelës, e kam përdorur me kontekst në mendjen time korrekte, kam menduar që ka tjetër kuptim. Monika: nuk besoj se Selin nuk e di çfarë do të thotë ajo fjalë, arma jote e fortë është oratoria.